besoj se nëse arrim t'i bëjmë ballë atyre minutave të para që i përmendëm dhe do jenë shumë të sikletshme për mendimin tim minutat e para. Dhe kur them të parat, po, nuk them as 5 as 10, po ndoshta 20 dhe pak më shumë, sepse atmosfera se si është aty ne e dim. Jo vetëm fakti që ata luajnë brenda. Një moment, një detaj shumë të rëndësishëm. Pikërisht. Dhe unë këtë dua ta shoh pozitivisht sepse ata ndoshta na tremben, sepse në rast se aty nuk ka rreshje shiu. Jo Mirela, pastaj ndikoi edhe pozitivisht. Po ne e dim që futbolli luhet shumë mirë edhe kur bie pak shi, kështu që në rast se aty nuk bie shi dhe ata kanë bërë këtë zgjedhje për ta mbyllur stadiumin, atëherë diku tremben pak. Vika mund ta i thotë nëse luhet më mirë kur bie shi se ja të marroj Kevi dhe të diçka për të që tha. Jo, mbaron. Jo, pra, thënë e gjithë kjo, ata sigurisht që kanë mazhorancën e tifozerisë dhe përveç kësaj hyn edhe te kombëtarët që kanë një ndër tifozërit më të zjarrta në Europë, pra deri në pjesën që mund quhen huligan, janë të tillë dhe ka patur lajme edhe jo aq të bukura dhe pozitive këto ditë në lidhje me disa mesazhe të çuditshme që janë lexuar e janë dëgjuar lart e poshtë nëpër Poloni, nëpër Varshavë. Çfarë mesazhesh? Po mesazhe të huliganëve polak, të cilët bënin thirrje për leshje me tifozët shqiptar. Të tillë janë. Janë të tillë, nuk është befasi, nuk është surprizë. Ne janë marrë dhe masa nga policia që të ketë ndarje të qartë. Ata janë shumë të zjarrt. Megjithatë, në momentin që ata do kemë vështirësi për të kaluar në avantazh përballë nesh në ato minutat e para, unë them që Trysnia kalon e gjitha në anën e tyre dhe pastaj luhet një ndeshje tjetër. E presim në ndeshjen tjetër. Birja? Jo, kam vetëm diçka sa që do t'i shtoj, jo për ta kundërshtuar, se më shumë unë e Edni kemi qenë gjithmonë për këto dhe gjithmonë realisht ka marrë shumë nga ato gjëra që do thotë se zakonisht edhe gjithmonë kemi patur fat që kemi sa herë kemi bërë panel se kemi qenë, po ka janë gjëra të mira. Realisht janë gjëra me vlerë, domethënë në momentin që ti dëgjon edhe janë gjëra që realisht duhet ti, sidomos në pozicionin e ri që un jam tashti, këto gjërat më ndihmojnë dhe mua për të rritur. Po e kam pak ke pjesa e stadiumit, ta kesh sigurt që stadiumi është nda që ja përpara se do bëhet, sepse nuk ka shanse ta mbylli. Qofse ju kujtohet, unë do prej një nga ndeshjet për anë të kohës. Ai stadiumi mund të mbyllte për bubullimat mos gaboj, ishte europian botror ku e qenë Danimarka diçka e tillë, nuk e mbyllën dot sepse nuk ta lejon delegati. Është diçka dhe uniformat e ndeshjes shkojnë një javë përpara, vendoset një javë përpara dhe stadiumi ka një javë që është vendosur që të luhet të mbyll. Patjetër që është tek taktika atyre që ato e kanë dashur mbyll stadiumin dhe me këtë kohë mirë, sepse ndikon ke ne. Po që stadiumi nuk është mbyll dy orë të fundit. Të marr nga një mendim më një herë nga Andrea Marko, i cili i ka shijuar dhe i ka përjetuar këtë emocione vite më parë. Zoti Marko, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kam në Off the Record. Përshëndetje. Ju uroj sukses në njëra para ekipit ton kombëtar. I nderuar, si vjen për ju kjo ndeshje, ky moment? Ndërkohë janë emocione të ndryshme mbase nga ato që keni përjetuar vite më parë kur keni luajtur vetë përballë Polonisë si lojtari kombëtarës shqiptare të futbollit. Ja, ajo është ndeshje 55 ose qershore, megjithatë s'do t'i kthehem brapa asaj ndeshje sepse jo, duam edhe ne t'i kthehemi prapa se duhet të dim se çfarë ka ndodhur, një brez i ri për të mësuar se çfarë do ndodh më tej. Më mirë kujtojmë ndeshjen Polonisë 2-2 me golin e Agustin Korës dhe Petria Murit, një gol alla Maradona. Kështu që megjithatë do të them që është një ndeshje delikate se kemi edhe kohë shpejt duhet të themi 2-3 gjëra. Besoj që është një ndeshje ku Shqipëria rralli vjen në momenti sepse jemi në direkt në eliminator për kampionat botror. Kemi një skuadër shumë të fortë që është Polonia, aq më tepër që luajnë fushën e tyre. Kemi në përbërjen e informacionit kemi lojtarë të cilët në momentin nuk janë në formën e tyre më të mirë, por thotë që mos aktivizimi i sportit të tyre lëre për dëshiruar të paktën në pjesën e formës së tyre. Kemi një Poloni e cila është e mbështetur nga 50-60.000 spektatorë, një Poloni të etur me lojtarë shumë cilësor, lojtarë të cilët mbajnë një peshë të madhe në ekipet e tyre. Janë lojtarë për shembull në mbrojtje të Polonisë, një lojtar që në mbrojtje dhe Messi kanë një lojtar të Portos. Kemi Majën e Sulmit, kemi Lewandowski, i cili gjithmonë në pjesën kujdesin në mbrojtjes tonë, gjithçit me eksperiencën e vetë në trajnim shumë mirë. Besoj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm pak në pjesën e lojës mes fushës, mos u humbasim këto më kemi të saktë në pasime. Në momentet decisive, nëse jemi në presion, duhet të menaxhojmë situatën, të ulim ritmin dhe të mundohemi
më ne këndosur shpejt nga Hoxha qoftë në zonin. Besoj që është një ndeshje delikate ku besoj fati është pjesë e lojës dhe pjesë e rezultateve.